E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak lojën e Mirit edhe të Selin. Debate të forta të ashpra po ndodhin sot në shtëpinë e Big Brotherit mes Mirit edhe mes Selinës. Miri i vazhdueshëm, Miri përsëritur duke u munduar që të vazhdon të arsyeton veten e tij për këtë marrëdhënien. E kam thënë, e kam stërthën, e them dhe po e stërthem. Miri akoma nuk është i qartë që t'ja mbyllë njëre për gjithmonë gojën Selinës dhe t'i thotë që në këtë raport ke faj dhe ti dhe nuk jam vetëm unë. Në me thënë, Miri e shoh që e ka shumë të leverdishme që të ketë diskutime me Selinën. Sa është e vërtet që Miri e urren, e ka inat apo është larguar nga Selina? Unë mendoj që Miri që është larguar nga Selina nuk është as pak e vërtet. A është shndruar Selina tek Miri në një fiksim? Me patjetër që po. A është shndruar në një obsesion? Me patjetër që po, sepse Selina është duke qenë në mendjen e Mirit 24/7, në temën e Mirit 24/7 dhe në debatet e Mirit 24/7. Edhe tani që po debatojnë, domethënë, Miri përsëri nuk del dot dominant në marrëdhënien me Selinën. Domethënë, nuk e kuptoj pse nuk e ka guximin që t'ia plasën Selinës fjalët në fytyrë ashtu siç i thot kur ai flet pas shpine për të. Domethënë, kur flet me Rogertin, Miri flet krejtësisht tjetër gjë, domethënë e tregon atë djalin që është i lënduar shpirtërisht, e tregon atë djalin që është i thyer shpirtërisht, e tregon sikur Selina e ka përdorur, ndërsa kur janë të dy, domethënë duke u ballafaquar me njëri tjetrin, Miri dhe Selina nuk e japin të gjë. Selina është pak më dinamike, e shikoj që edhe Selina ka në interes ta bën debatin me Mirin sepse ndoshta thotë që unë me këto të dy e marr vëmendjen, nga që u munduan domethënë ta fusin në rrethin e tyre, por Miri unë mendoj që akoma e ka atë mendimin që Selina këtë e ka strategji. Selina nuk e ndjen gimbon dhe ka krijuar një ndjenjë për të. Se po të mos kesh ndjenja të krijuara për një femër, kjo është mendimi im përse Miri, domethënë në debate, në diskutime që ndron në këtë formë që as nuk e godet, por as nuk e lëshon perin, e mban domethënë në një moment kështu të ndjer. Unë mendoj që Miri ka shumë nevojë për natyrën e Selinës dhe i pëlqen karakteri i femrës Selin. Pa marr parasysh domethënë jashtë lojës, Miri thotë që kjo vajza jashtë është e përkryer. Energjia e Selinës gjithmonë e kam thënë që Mirin e ka bërë për vete dhe e ka tërhequr me emocionin e saj. A mendoni që do të ketë një moment afrushëm, domethënë, kjo është pyetja që bëhet mes Mirit dhe Selinës, nuk ma merr mendja, por e shoh që Selina dhe Miri kur kanë diskutime e gjithë shtëpia domethënë ngrihet në këmbë. Unë e shoh Mirin të pa fuqishëm për krah diskutimeve me Selinën dhe e ndjej që ka akoma ndjesi emocionale për të.